Marsit sa I mundshëm është skenari I zgjidhjes dhunshme që thot avokati një qeverie teknike me emrin e një personazhi që gjitha palët do t'i detyrojë të bien dakord siç huan 140. Në këtë kontekst, në këtë situatë që jemi, me gjatë që po ndodhin, është I mundshëm si skenar. Është I mundshëm. Që mund të vijë një kryeministër Po, mbi palët ose me negocimin e palëve me negocimin e ndërkombëtarëve. Uroj që mos jetë një si Abdullah Hoti në precedentin ose rastin e Kosovës. Cili do qoftë po e vendosën ata, zari I tyre do jetë më, se po lodhesh kohët para të historisë. Po varet, se ka njerëz që din ta shfrytëzojnë situatën. Për shembull, Cezari ka qenë marrëveshja me Diskraksit edhe Pompeos. Gjithmonë Altin Dumani si e shikon Marsit si mundësi? E ka shprehur vetë që nuk mund të jetë. Por ajo histori ndodh vetëm në rast se Spaku do I kërkojë një akuzë Edi Ramës duke qenë kryeminist. Po, nëse e bën. Ja po shkon drejt kësaj. Nëse vim te ky skenar. Berisha është non grata. Marbrita do I them ke drejtë të kërkojë ndjes pas not kjo. Po nuk do thë ajo më vetë. Arbri përkundër, Arbri paralajmëron që Spaku do t'i hiqen dhëmbët, nuk do ka fshoj më. Jo. Apo jo Arbër, nëse dhëmballë të pjekurisë. E ka me ty avokat. Po, si e gjë pjesa e shpërdorimit të detyrës që ka kohë diskutohet. Nuk është se them. Po. E kam dëgjuar në çfarë. Ajo gjë më e rëndësishme më që për tu hequr më. Nëse ajo do të hiqet, ajo duhet të ishte hequr. E kam dëgjuar edhe tek demokratët dhe tek socialistët, juristë. A di pse është shpërdorimi I detyrës o Arbër? Po pikërisht për të reatuar prokurorin. Po pikërisht domethënë. Dhe këta duan ose është folur që mund të hiqet. Nuk e di ka. Po pra duhet ta heqin, them dhe unë. Se shpërdorimi I detyrës nuk mund ta çosh ti Belinda Ballukun apo me Milindën për shpërdorim detyre kur ka bër atë që ka bër, teorikisht po flas. Faktoi korrupsionin këtyre njerëzve. Mos më thuaj mua shpërdorim detyre. Këtë po. Më vjen mirë që ti vjen gjithmonë te tezat e mia. E ke çerë kohë 20 minuta po gjithmonë ke probleme shumë të mëdha ti vëlla. Të thash në fillim pra. Dhe më kundërshtuat. A thash gjë në fillim? Më kundërshtuat. Tani thonë që duhet të hiqet pra. Më dhan të drejtë. Faleminderit. Edhe pse unë nuk e di kaq mirë siç e di ti teknikisht, parimisht dhe unë jam dakord. Tani unë nuk I rraf gjoksin në burrë që të futem te Facebooku im ta nxjerr kur kam thënë 2016 në këtë gjë. Po mirë, unë kam dëgjuar nga ty. Po mirë pra. Pa vazhdo tani. Ti e ke thënë edhe shumë gjë të mençurat kam dëgjuar. Që kam pas skenari me 100 herë. Shiko, skenari se Spak nuk ndahet. Unë insistoj, kthehem tek fillimi I bisedës. Vendimi I gjykatës kushtetuese në datën 22. Ajo është garancia, po them, ligjore, se nuk e dim elementet ose faktorët e tjerë që mund të ndodhin, që Rama ligjërisht nuk rrëzohet, që do thotë qofse gjykata kushtetuese e quan si precedent të gabuar pezullimin e një ministri, e një kryeministri në detyrë, Rama për mua e mbyll mandatin e tij të katërt I qet, vetëm I qet në sensin ligjor. Po pse ma shpjego pa? Ligjor sepse nuk ka më asnjë lloj mundësie tjetër ata të themi një goditje tjetër edhe më të fortë Spaku. Po nuk ka çka goditje të bëj sepse ai për sa kohë ai vetë është në këmbë, është ndoshta mirë, ai vetë politikisht dhe ligjërisht nuk ka çfarë do të ikë njëri. Shiko, nuk është hera e parë që Ramës I bien oficerët. Nuk është hera e parë, është një lloj shahu që I bie oficeri. Por ai është vetë kryeministri, ka pozicionin meqense për ata që luajnë shah. Në detyrë është hera e parë. Po nuk është se I ka rënë akoma. Në detyrë është hera e parë. Po akoma si ka rënë dhe gjykata kushtetuese shiko. Në një situatë problematike Rama po I kthen ose nuk e dim si do jetë vendimi I gjykatës kushtetuese, po do ta kthej humbjen e një individi në fitore personale. A ka mundësi të japë sepse kjo është gjithë diskutimi për mua. Përgjigje të futit të luft. Fundit ta mbyllim. Arbër. I dallëdisë njerëzit sonde po ta shpjegoj një herë mirë ku qëndron problemi I asaj që thua ti. Ma thyr. Okej. Gjykata kushtetuese Arbër do shprehret për një pezullim dhe për një interpretim neni. Janë dy gjëra. Pra, pika 1 dhe pika 2. A futet si precedent që nuk mund të ndodhi pra. Po. Po pra, atë po them. Çfarë do lloj vendimi që të marrin gjykata? Nëse merr favor. Ore po unë po them çfarë do, më ta le dhe atë favorin. Nëse nuk e di. Ta le dhe favorin. Ajo që po të them unë është, nuk e çbën faktin që për Spakun Belinda Balluku është e fajshme. Më dëgjoj deri në fund. Po se thash atë unë. Jam dakord me ty këtu.
Dhe nuk e çbën faktin, pra se ti thej domethënë që nëse e fiton këtë Rama, politikisht është i qetë. Po. Atëherë unë po të them ty që nuk ka lidhje kjo histori se si ta fitoj, si ta humbin, se është një çështje për mendimin tim që nuk gjerr pjesën e Belinda Ballukut, domethënë nuk i heq korrupsionin kësaj qeverie. Pra korrupsioni në vetvete për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese nuk do të thotë domethënë që amnistohen të gjithë këta. Fare. Ashtu, unë po të them... Jam dakord me këto. Unë po të them që këta zotrinjt, këto zonjat, apo cili do qoftë që ka futur dorën në xhepet e shqiptarëve dhe do shkojnë në para drejtësisë. Dhe duhet të shkojnë. Dhe që kanë hëngër dardha pas ustajit. Duhet të shkojnë. Ashtu. Pra nuk ka lidhje, po të shpjegoj, vendimi i gjykatës kushtetuese. E kisha në tjetër sens, nuk e dëgjove mirë. Po gjithsesi kisha në sensin Redi ma kuptove tezën? Po, e qartë. Politikisht e kam.